Në ditën e Shqipërisë në zyrën europiane të Organizata Botërore e Shëndetësisë, Ministra e Shëndetësisë dhe Mirëqenies Sociale Evis Sala prezantoi vizionin e qeverisë shqiptare për ndërtimin e një sistemi shëndetësor modern, të qëndrueshëm dhe të harmonizuar me standardet evropiane. Gjatë fjalës së saj, ministrja u ndal te prioritetet kryesore të reformës, duke theksuar ristrukturimin e shërbimit spitalor. Reforma jonë kryesore është ristrukturimi i shërbimit spitalor. Po kalojmë nga financimi i bazuar në shtretër te financimi i bazuar në raste sipas modelit DRG, në mënyrë që fondet publike të ndjekin shërbimin ofruar dhe performancën. Nga 42 spitale në vend do të racionalizojmë kapacitetet, do t'i përshtatim me ndryshime demografike dhe do të shtojmë shërbime të reja. Një tjetër fokus ishte reforma në onkologji, si dhe integrimi i inteligjencës artificiale në shëndetësi. Prioriteti dytë është reforma e onkologjisë. Po ndërtojmë Institutin Kombëtar të Kancerit dhe rrjetin kombëtar onkologjik në bashkëpunim me Institutin e Tumoreve në Milano, duke filluar nga parandalimi, depistimi dhe trajtimi cilësor i kancerit, duke investuar në infrastrukturë, në qendrat e kimioterapisë ditore, në disa spitale rajonale, si dhe në përditësimin e protokolleve sipas standardeve më të avancuara. Shtylla e tretë është reforma digjitale dhe integrimi i inteligjencës artificiale. Synojmë ndërtimin e boshtit digjital shëndetësor me sisteme të ndërveprueshme dhe një kornizë të qartë strategjike për AI në shëndetësi. Gjatë vizitës në Kopenhagen, ministra zhvilloi një takim me drejtorin rajonal për Europën të OBSH-s, ku nënshkrua marrëveshja 2-vjeçare e bashkëpunimit. Marrëveshja synon mbështetjen e Shqipërisë në garantimin e aksesit universal në kujdes shëndetësor cilësor dhe të përballueshëm, forcimin e kapaciteteve për emergjencat shëndetësore dhe promovimin e komuniteteve të shëndetshme. Në këtë kuadër, Shqipëria propozoi edhe një nismë europiane për parandalimin dhe adresimin e dhunës digjitale ndaj grave dhe vajzave.